Nëse sulmohet polici gjatë detyrës zyrtare, ai është sulmu shteti, është sulmu uniforma e shtetit Kosovës. Ndihma ekonomike dhe juridike për policët të cilët janë viktimat e sulmeve gjatë detyrës zyrtare do duhet të ishin të domosdoshme. Por përpos lëndimeve që i marrin në punë, policët në gjykata nuk kanë avokat të paguar nga buxheti i shtetit. Në Ferizaj gjejmë një rast ku polici Fisnik Haxha, i cili është sulmuar fizikisht për shkak se ka shqiptuar një tiketë trafikut, duhet të paguajë avokat privat për të përfaqësuar në rastin penal ndaj 4 persona të akuzuar për sulm ndaj tij. Haxha është një zyrtar policor i Gjenerata të Reja në Shtime dhe ka shqiptuar tiketa ndaj anëtarëve të familjes Arifi nga ky qytet. Ai, kur kishte shqiptuar tiket, kishte marrë një paralajmërim. Kush je ti me na dënu neve? Të paktën kështu thuhet në akt akuzën e prokurorisë. Ky kërcënim ishte jetësuar pas disa ditësh. Haxha ishte rrahur publikisht nga anëtarët e familjes Arifi dhe një shok i tyre në një kafeteri në Shtime. Sipas pagës dëmtuar në këtë rast zyrtarit policor, ai ka qenë i sulmuar për shkak detyrës zyrtare që ka zhvilluar në komunën e Shtimes. Disa kundërvajtëve ju ka shqiptuar një tiketë dënimi, një dënim në kundërvajtje dhe pastaj ata ju kanë hakmerr për shkak të atij veprimi të lehtëshëm të zyrtarit policor në një lokal kur njëri ka hyrë me pi kafe ato. Ajo që ka ndodhur ato gjithmonë, po flas pas klientit ton, ka qenë se lidhet me detyrën zyrtare dhe përveç tjera janë përdorur mjete të përshtatshme edhe për ta privuar nga jeta. Janë përdorur shufra të metalit dhe mjete të ndryshme. Prokuria e Ferizajt nuk ka jetuar në mënyrën e duhur, sepse nuk ka gjetë mjetet të cilat janë përdorur me rastin e rrahjes nga ana e të akuzuarve respektivisht tash të dënuarve, si dhe më tepër ju ka besuar deklaratave të akuzuarve apo të dëshuarve më herët se sa deklaratës zyrtarit policor. Sipas legjislacionit në fuqi, nëse sulmohet personi zyrtar, nuk mund të veprohet në këtë formë, të shkohet me formën e lëndimit të lehtë, sepse vepra penale sulm ndaj personit zyrtar është vepër më e rëndë kur lidhet me detyrë zyrtare. Çka na bie në sy në këtë rast, shikues të nderuar, se në ngjarje janë të përfshirë 4 persona. 3 nga ta dërgohen në paraburgim, ndërsa i 4-ti pa një sqarim të qartë lihet të mbrohet në liri. Prokuria nuk i ka shqyrtuar në masën e duhur në akt akuz, sepse ndërka gjykata në momentin e pranimit të fajësisë nuk shohet në shqyrtimin e prova, mirë po zakonisht edhe ashtu është parashitur me legje, shqyrton dispozitivin e akt akuz. Dispozitimin dhe akt akuzën në tërësi. Ndërka që këtë rast mendoj që prokuria ka neglizhuar rastin edhe është në prokuri të përgjithshme, në shumicën e prokurive të përgjithshme në prokuri të regionale, nuk merren shumë me hetime detale të çështjeve, ma tepër varen nga raportet e hetuesve të policisë dhe deklarimit të palëve, që çdo akt akuzë që ngritet në bazë deklarimit të palëve edhe vetëm hetimeve të policisë pa u hequr nga prokurori janë akuza me të meta, sepse nuk janë profesionale dhe kjo ka qenë pikërisht e tillë. Ajo që është më e keqe, zyrtari policor punon në atë komunë ende edhe kanosjet, kërcënimet, përcjelljet vazhdojnë edhe tutjen, nuk është vetëm në kohën që kur ka ndodhur rasti që kanë kanosur me vrasje, mirë po edhe gjatë kohës sa ata kanë qenë në arrest shtëpiak, ata kanë dalë nga arresti shtëpiak, është lajmëruar gjykata dhe prokuria nga ana e të mbrojtërit tonë, por nuk janë marrë masa dhe nuk është ndrorë masa nga arresti shtëpiak me kaluar në paraburgim siç parashihet me dispozita ligjore. Pas shkresave të lëndë se kemi kuptuar që njëri nga ta nuk ka qenë nuk është taktuar në mbajtje dhe nuk është taktuar asnjë mas, mirë po varet edhe nga hetimet që ka bërë prokuria, që ne edhe për këtë çështje mendojmë që ka qenë lëshim. 3 nga 4 personat e arrestuar dërgohen në paraburgim dhe më pas një muaji me kërkesën e prokurorisë dërgohen në arrestin shtëpiak. Ndaj të akuzuarit e 4, Genze Qiri nuk ka pasur kërkesë as për paraburgim e as për arrest shtëpiak. Kemi kërkuar përgjigje nga prokuroria e Ferizajt lidhur me hetimin rreth këtij rasti dhe pse nuk ka pasur kërkesë për të.
Prokurori i shtetit pas vlerësimit dhe analizimit të provave të siguruara në këtë çështje penale, ka vlerësuar se ndaj të dyshuarit me inicialet G.Z nuk janë përmbushur kushtet ligjore për parashtrimin e kërkesës për caktim të masës së paraburgimit. Në këtë rast, nga prokurori i shtetit janë ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore dhe sa i përket pyetjes së fundit, ju njoftojmë se prokuroria nuk ka ushtruar ankesë kundër aktvendimit të gjykatës themelore në Ferizaj lidhur me këtë çështje penale. Pasi të dyshuarit person ndaj zyrtarit policor dërgohen nga paraburgimi në arrestin shtëpiak, pretendohet se ata e kanë thyer arrestin shtëpiak. Ne kemi siguru disa shkresa, ku policia e stacionit të shtimes i kishte evidentuar se nga vizitat që u janë bërë të dyshuarve, ata nuk janë hasur në vendbanimet e tyre. Pasi thyrja e masës së arrestit i përket gjykatës, ne kemi pyetur gjykatën e Ferizajt se çka ka vepruar në këtë rast dhe kjo është përgjigjja e tyre. Me datë 28 janar 2025, nga stacioni policor në Shtime, kemi pranuar një raport policor për të pandehurit Q.A dhe F.A, për të cilën përgjatë verifikimit të bërë për personat që gjenden në arrest shtëpiak, nuk kanë qenë prezent në shtëpi. Me këtë rast të njëjtit kanë thyer masën e arrestit shtëpiak. Me datë 29 janar 2025, në seancën dëgjimore, gjyqtari i çështjes ka marrë akt vendim me anë të së cilit të pandehurve Q.A dhe F.A i mbetet në fuqi masa arrestit shtëpiak, për të cilën palët janë njoftuar sërish se për çdo shkelje të masës së arrestit shtëpiak, pa leje me shkrim të gjykatës, ndaj të njëjtëve do t'ju caktohet masa e paraburgimit. Nga përgjigjja e gjykatës së Ferizajt aty shihet se gjyqtari vetëm u ka tërhekur vërejtjen që një gjë e tillë mos të përsëritet më, ndërsa përgjigjja e gjykatës vazhdon tutje duke treguar se 3 të akuzuarit e parë, Florent Qendrim dhe Lavdron Arifi e kanë pranuar fajsinë për veprat që u vihen në barr, ndërsa i katërti Gen Zeqiri nuk e ka pranuar fajsinë dhe ndaj tij është veçuar procedura dhe kjo çështje është ende duke u gjykuar në gjykatën e Ferizajt. Më 30 nëntor 2024, gjykata themelore në Ferizaj ka pranuar kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit nga Prokuroria Themelore Ferizaj për të pandehurit F.A, Q.A dhe L.A, ndërsa për G.Z nuk kemi pranuar ndonjë kërkesë për caktimin e paraburgimit. Më 1 dhjetor 2025, gjyqtarja e procedurës paraprake ka aprovuar kërkesën e prokurorisë dhe ka caktuar masën e paraburgimit. Më 24 dhjetor 2024, Prokuroria Themelore në Ferizaj ka dorëzuar në gjykatën themelore në Ferizaj propozimin për ndërprerjen e masës së paraburgimit, për të cilën ka propozuar që kjo masë të zëvendësohet me masën e arrestit shtëpiak. Më 14 shkurt 2026, gjyqtari i çështjes ka shpallur aktgjykimin fajsues ndaj të pandehurve F.A, Q.A dhe L.A, për të cilën janë shpallur fajtor dhe janë dënuar me dënim me gjobë. Ndërsa sa i përket G.Z, lënda është ende aktive në gjykatën themelore Ferizaj, pasi që për të është veçuar procedura. Pas këtij vendimi të gjykatës së Ferizajt, edhe gjykata e apelit e vërteton dënimin me nga 2.000 euro gjobë për 3 të akuzuarit e parë të këtij rasti. Mbrojtja e zyrtarit policor pretendon se dënimi me të holla, siç ka ndodhur në këtë rast, nuk shërben si mazë mbrojtëse për zyrtarët policor. Për dënimet e tilla nuk krijojnë efekt prapa veprues për kryesje tjetër të mëndshëm, sepse me këto dënime që ka shqiptuar gjykata e Ferizajt, mund të them që secili qytetar i atij regioni, por edhe i Kosovës, merr guxim me dalë me sulmu policët dhe t'i paguajnë ka 2-3.000 ose 500-600 euro gjobë. A është vërtetuar edhe për gjykatës së apelit e njëjta? Në fakt, në këtë rast gjykata e apelit ka vepruar sikur të ishte notar, nuk jam befasuar. Vetëm e ka vërtetuar, nuk ka analizuar asnjë lloj ankese në mënyrë meritore dhe vetëm ka vërtetuar vendimin e shkallës së parë. Por megjithatë ne kemi paraqitur një propozim kryeprokurorit të shtetit që të paraqet kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë ndaj aktgjykimeve të gjykatës së shkallës së parë dhe shkallës së dytë. Florent Arifi, i cili nga 2 shkallë të gjykatës është dënuar vetëm me gjobë për sulm ndaj zyrtarit policor, pretendon se nuk e ka sulmuar e kërcënuar zyrtarin policor lidhur me shënimin e etiketave të trafikut. A është e vërtet që e keni sulmuar për shkak të etiketës? Jo. Ke vonë nga, ke punë në mshit, ka gjemëti, i ka punë i vetë, me tona.
E në arrest shtëpiak që për shembull ishin do vendimet policisë që ju e keni thyer arrestin? Jo, s'është vërtet. A e keni kërcënuar me vdekje që ashtu qysh ai po pretendon? Jo, më çfarë kam punë. Na jam familjore. Nuk kemi thënë njerëz. Po është në akt akuzë shkruajke se ju i keni thonë kush jeti me na dënu neve. Ose është vërtet, më nuk çatuaj po. Ne kemi tentuar me marrë një koment edhe nga Qendrimi Arifi, por ai shkurt na ka thënë se me kontaktu me avokatin e tij, të cilin e kemi kontaktuar më pas. Na e kena pranuar një ankesë prej Fisnik Haxhës, një zyrtarit policor, edhe ai po pretendon se ju e keni sulmu për shkak që ajo ka shënuar një tiketë në trafik. Avokati mirë në këtë punë. Mundesh me bisedë me ta. Koment e lidhe me palën absolut, se edhe ajo gjithsesi unë jam avokat nëse si rast më kujtohet jam i palës akuzume. Ta shënësoj me bon kur farë përgjigje ma shumë veç ato shajki zyrtare. Jashtë zyrtarës dokumentacionin e paske. Aty mund të shkrejt i ki me fjallë përfundimtare, me proces verbal që shka shuetësuria me krejt. Avokati i lavdëron Arifit, Dardan Hakiu, thekson se ky rast ka kaluar me pranimin e fajsisë dhe se nuk i kujtohen sakt çështja e thyrjes së arrestit shtëpiak se për kënd ka qenë. Thirra në lidhje me një klient tonin, lavdon Arifi, nëse të kujtohet, para një viti dikun e pas kanë pas një farasti, pas kanë përfundu, për një sulm ndaj personit zyrtar. E dashta me marrë një koment prej juve për shkak se na e kena pranu një ankesë për mos trajtim të mirë të rasti për shkak se personi zyrtar po pretendon se është sulmu për shkak të një tikete të trafikut që e ka shënu. Edhe mas ne këta e kanë sulmu me një kafiteri. Realisht, tash ka kalu këtë kohë edhe nuk më kujtojnë detale, po kjo që që di kon me një festë në konë, edhe një nëve. A kom për person zyrtar, a i realisht, jashtë detyrës së konë, tash që ka ndodhë atë 12 natës, a 1 natës nuk. Po me pranë fajsisë është konë losë. A është diskutu puna që këta e kanë thyë arrestin shtëpiak, nuk e kanë mbajt qatë kohë në seancë mas nej? Jo, nëse s'ka bëj për njonin, është moj seanca, po më s'ka po se raport miksur, e diçka nuk e di, nuk për këto, jemi jo, se tashti jenë konë 3. Avokati i Genze Qirit thot se çështja e klientit e tij është duke u gjykuar dhe se ende gjykata nuk e ka thirrur për shqyrtimin gjyqësor. Unë po marr pjesë vetëm me datën 17/12/2024 kur intervistuat te prokurori që atë deklaratë e kom këtu, ajo veç ky djali nuk konë para burgim fare, kjo deklaratë e prokurori tash lexova totalisht. Gjojë se veç ka qenë vërtu se asë të fysh në gjarja të fare, veç që ka po më synë. Që të sigurisht nuk ka qunë në paraburgim. Që unë në fisnik, e fisniki që ka konë gestori i policijës Kosovës, prokurori pyeti a e ke njohur përpara fisnikin si pjesor, jo tha ku njoh veç qytetara, që polici kurse edhe ato s'ka qenë në formë. Sindikalistët e policisë thonë se kur sulmohet zyrtari policor lidhur me punën policore, atëherë sulmohet shteti, por shteti më pas këtyre zyrtarëve nuk u ndihmon as në gjetjen e avokati për kryerjen e procedurave gjyqësore. Fatkeqësisht policia e Kosovës nuk ka të angazhuar ndonjë avokat ose ndonjë udhë të avokatëve ose një kompani që i mbron policët për arsye të punës zyrtare. Edhe ne si sindikat kemi bërë disa herë thirrje që policia e Kosovës ose Ministria e Drejtësisë, avokatët shtetënor, që të merren me këtë çështje. Po nëse sulmohet policia, llogaritet që u sulmu shteti? Absolutikisht që po. Nëse sulmohet policia gjatë detyrës zyrtare, ai është sulmu shteti, është sulmu uniforma e shtetit Kosovës. Për të sqaruar këtë çështje ne kemi kërkuar një përgjigje edhe nga avokatura shtetërore në Ministrinë e Drejtësisë, se a kanë mundësi dhe bazë ligjore me i mbështet zyrtarët policor në këto raste.
por ata kanë thënë se nuk e lejon ligji me u bë një gjë e tillë. Bazuar në ligjin numër 08-L-227, Avokatura Shtetërore përfaqëson vetëm institucionet e administratës shtetërore në procedura gjyqësore, ndërmjetësim dhe arbitrazh, ndërsa nuk i përfaqëson zyrtarët shtetëror. Ligji numër 08-L-227 nuk e parashën mbështetjen apo përfaqësimin e zyrtarëve shtetëror, por as nuk kemi pasur kërkesa nga zyrtarët shtetëror.